Mirdita. Sot, populli opozitar inauguron fillimin e foltores së parlamentit qytetar, parlamentaro qytetar, para ndërtesës së kryeministrisë me kërkesën e prerë dhe të vetme, dorëheqjen e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut si hapi parë për të ecur drejt një qeverie teknike dhe zgjedhjeve të lira të ndershme. Kjo protestë thirret në kushtet kur opozita bëri gjithçka për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Por qeveria bëri gjithçka për të shtruar procesin zgjedhor në një farsë të shëmtuar zgjedhore. Duke u faktuar kështu shqiptarëve dhe botës se shpresë për ndryshimin e pushtetit me votën e lirë nuk ka, për sa kohë Edi Rama të jetë kryeministër. Fillimi apo çelja si parit të stinës së pandërprerë të protestave mund të ishte më i hershëm, por këte fillime diktoi një kompleks rrethanash. E vërteta është se sot çdo shqiptar që don, që ka ideal votën e lirë dhe do të luftoj për votën e lirë, ka në duart e veta dokumentat pa kundërshtueshme kombëtare dhe ndërkombëtare që provojnë se Edi Rama zhvillon farsë dhe jo zgjedhje. Pra, opozita ja doli me përkushtim dhe vendosur të mbrojë në kuptimin ligjor votën e shqiptarëve, në kuptimin ligjor kombëtar dhe ndërkombëtar. Rikthimin e saj është në duar të qytetarëve shqiptarë, reagimit tyre, luftës tyre, betejës tyre për rikthimin e votës lirë. Partia Demokratike do bëjë gjithçka në këtë betejë të vështirë, do përballet dhëm për dhëm me qeverinë e krimit, drogës. Do bëjë çdo përpjekje për të rikthyer në Shqipëri votën e lirë. Ftoj çdo shqiptar të analizoj me gjaktësi të gjithë faktorët që degraduan procesin zgjedhor në farsë zgjedhore. Kjo në interesin e tij më të mirë, në interesin e të vërtetave që ai duhet besojë. Dhe pastaj
të marrë vendimet e duhura. Vendimin që do të dëshroj. Ne do respektojmë çdo vendim të çdo qytetari. Por unë besoj sa ata qindra mijëra qytetarë që votuan kundër opozitës, kundër qeverisë kërkojnë t'u dile zot votës tyre. Protesta sot para parlamentit fillon gjithashtu për të krijuar një tribunë parlamentare qytetare, mbasi narkoparlamenti ka mbyll çdo mundësi, çdo hapësirë dhe ka shkel çdo të drejtë kushtetuese për opozitën. Protesta para parlamentit, para kryeministrisë zhvillohet. Natyrisht me kërkesën e prerë dorëheqje e Ramës dhe Lubi Ballukut. Janë jo të pak qytetarë që mendojnë se kjo protestë duhet zhvillohej para Ministrisë së Ekonomisë Energjetikës. Por jo, sepse nuk është autore kryesore Lubia, është masha e Edi Ramës në aferën e tunelit Llogaras, në aferën e portit Durrësit, në aferën e portit të Vlorës, në aferën e aeroportit të Vlorës. Pra, e vërteta, ajo ishte thjesht një instrument, një person që Edi Rama e ka përdorur për 25 vitesh për të gjitha vjedhjet e tij. Ajo ka përgjegjësi ligjore më të madhe se Mali Dajtit, por akoma më të madhe e ka Edi Rama dhe janë bashkautor në krime të shëmtuara në vjedhje të mëdha. Ndaj dhe unë ftoj qytetarët e Tiranës, por dhe të gjithë qytetarët e tjerë që dëshirojnë të paraqiten në këtë protestë, të nisim sezonin e vazhdueshëm të protestave të vazhdueshme, të shumë llojta, gjersa të realizojmë qëllimin tonë të japim mundësi shqiptarëve të votojnë qytetarë të lirë. Faleminderit. Zoti Berisha, kam vetëm një pyetje. Ka demokratë të zhgënjur, të cilët kanë deklaruar se nuk do i bashkohen kësaj proteste, ndërsa mazhoranca socialiste ju akuzon se ju po e bëni këtë protestë për shkak të thirrjes tuaj në SPAK për çështjen e 21 janarit. Pyetja ime është, a është koincidencë që ju pasi thirreni për 21 janarin, mbani një protestë në bulevardin ku ka ndodhur 21 janari 14 vite më parë? Faleminderit. Shumë vulgare lidhja që bën. Ndje keq. Tani që unë kam deklaruar këtu para jush shumë herë që protesta dhe vetëm protesta. Këtu besoj se jemi dakord. Ju dhe e kam thënë, përse unë i them gjërat, nuk hezitoj t'i them. Nuk janë zhvilluar protestat, as analiza në parti, sepse është pritur raporti ndërkombëtar për zgjedhjet, për të cilin qeveria bëri çdo përpjekje për ta ndryshuar. Dështoj. Në qoftë se ju lexoni raportet në vite, ky është raporti i farsës së plot elektorale. Ky është raporti i farsës plot elektorale. Së dyti, ju jeni dëshmitar se në 10 seanca
në parlament, opozita është lejuar të debatoj vetëm në një seancë. Në një kohë kur ajo duhet kishte debatuar në çdo seancë dhe orë të tëra. Pra, Edi Rama, ka zgjedhur të mos lejojë debatin në parlament. Një kryeministër që voton qeverinë e tij dhe programin 4 vjeçar për 28 minuta, nuk meriton kur as 20 minuta të qëndrojë kryeministër. Ai ka aq frikë dhe të merr nga krimet e tij dhe nga bëmat e tij, sa që nuk duron dot asnjë orë debat. Jo vetëm kaq, por janë dorëzuar një seri kërkesash për komisione hetimore parlamentare e drejt kushtetuese. Dhe që të gjitha janë hedhur poshtë. Absurditeti i Edi Ramës shkon në atë shkallë, sa që hidhet me vot poshtë e drejta kushtetuese, detyrimi kushtetues i interpelancës. S'ka ndodhur kurrë. Nuk ka ndodhur kurrë. Jo vetëm për Edi Ramën, ministrat e tij. Thirret për interpelancë ministri i Shtetësisë për krimin monstruoz të njerëzimit që është lënia pa ilaçe e smurëve me procese neoplazike. Dhe narkoparlamenti voton kundër interpelancës. Pra, kemi të bëjmë me një konfiskim të plot të parlamentit. Atëherë, cila është zgjidhja? Parlamenti në shesh. Tani, vim tek ajo thirrja. Nuk mund të ketë asnjë lidhje. E kam thënë, e them, absolutisht për çdo gjë. Jo vetëm për atë, po për çdo gjë. Sa herë të thirrem, unë do shkoj. Qoftë gjykat, qoftë prokurori. Sepse ai është ligji jashtë të cilit sistemi nuk mund të funksionojë. Jashtë cilit. Dhe unë nuk kam refuzuar kurrë ftesën për të paraqitur. Por, në rastin konkret, një radhë parë shtrop pyetjen ti. Pse nuk u thirr Sali Berisha 12 vite pasi iku nga pushteti? Kush e pengoi? Nga viti 2013, çështja është hetuar, ishte duke nga 2013 a gjerë para 2 javësh. Pse nuk u thirr? Kush e pengoi? Cili institucion kontrollon të Sali Berisha? Ina Ramën apo Arta Marku? Asnjë. Nuk u thirra as dhe një herë të vetme. Dhe në rast se do thirresha, pa diskutim, që unë do paraqitesha. Pra, nuk u thirra se kishin frikë nga dëshmitë e mia. E tëra është kjo, nuk jam thirrur se kishin frikë nga dëshmitë e mia. Dhe prap kanë frikë. Çfarë ishte ajo? Ajo ishte protesta më e dhunshme në historinë e vendit. Komuniteti ndërkombëtar nëse kthehesh thotë, socialistët kishin në agjendë dhunën në këtë protestë. Dhe vetë kuptohet pse përdoret dhuna. Vetë kuptohet, po gjëja që është më evidente e protestë është dhuna. Atëherë,
si nuk do shkoja unë? Unë nuk uftova, kaq. Po, prap dalë të ke para, unë i përgjigjem çdo thirrje sepse ligji e parashikon. Dhe jashtë atij ligji, ai sistem nuk funksionon dot. Nuk ka marrë kurrë në telefon. Prokuror t'i them, kush je ti që i heq zëvendës kryeministrit pasaporte apo bën këta bën atë? Kur? Ju të qeverisime, zëvendës kryeministrit ka shkuar para prokurorit. Ministra kanë shkuar para prokurorit, kanë dhënë dorëheqje, njëri prej tyre. Ka patur standard tjetër. Edhe ky standard, mendoj unë, është standardi civilizuar, është standardi demokratik, kurse mos dorëheqja është standardi i korrupsionit. Dorëheqja nuk ka të bëjë as me fajësimin, as me mos fajësimin. Ka të bërë me një standard moral, që nuk mund t'jesh në atë detyrë dhe të hetohesh nga një prokuror i thjesht, jo, hiq nga detyra, shko paraqitu para ti dhe të dalin konkluzionet. Pra, kjo është e gjitha. Klajdi Bot dhe Syri Televizion. Policia e Tiranës, zoti Berisha, ka lajmëruar që leja për protestën është miratuar nga ora 18 deri në orën 20. Po a ka një plan që kjo protestë të vijojë përtej orës 20? Jo, nuk ka një plan. Jo, ora është e mjaftueshme. Nuk ka një plan. Kjo është fillimi, kjo është foltore, në të cilën do flasin deputetët, do flasin qytetarët, dhe qëllimi i saj është të ftojmë shqiptarët dhe të bindim shqiptarët se rruga e vetme për ata që duan të votojnë të lirë është protesta. Nuk është një punë e thjeshtë, nuk është një moment. Jo. Ne hapim siparin e protestave. Do punojmë fort për protestat të mëdha, për protestat kombëtare, për protestat qëndrueshme. Pra ky është vetëm, do të thosha unë, hapi parë në këtë alternativë e cila është e vetmja. Nuk ka një alternativë të dytë. Ndaj dhe ata që vinë sot, unë i falenderoj me shumë mirënjohje dhe i ftoj të vinë, sepse nisim çelim siparin e një përpjekje të tretë madhe në përputhje me idealet tona për rikthim në votës lirë, në një mision të ri të vërtet. Ne nisim një mision të ri të vërtet. Çdo njeri që vjen, do mendoj se është misionar. Si që ishte misionar, si që ishte misionar ata që nuk u lodhen, por shkuan 46 protestat e bashkia, gjersa Lali Vjellsi përfundoi aty ku e ka vendin. Edi Rama e ka shumë më tepër vendin atje, po kjo nuk bëhet për një herë. Ju falenderoj.